Përshëndetje, jemi me misionin Pse me të votu, me kryetarin aktual, po ashtu e kandidat për komunën e Gjelinës nga koalicioni Vlen. Pse vendosi të kandidoj për kryetar të komunës së Gjelinës, pse banorët e Gjelinës duhet t'ia besojnë votën pikërisht atij. Për këto dhe pyetje të tjera ndjekim intervistën në vazhdim. Ky mandat i ri do t'jetë vërtet përfundimi i punëve të mëdha që kemi nisur. Kemi shumë arsye të fuqishme, jemi duke punuar pa ndalur dhe shifen punët në teren. Më mirë se ne flasin punët në teren, ju e shifni edhe pjesën e pamjes urbane që Gjelina po merr çdo ditë dhe me këtë dua që Gjelina një ditë shpallet qytet dhe për të shpallur qytet kjo do të bëhet gjatë mandatit tim dhe për atë arsye ashtu siç e kam nisur dhe ashtu dua edhe ta përfundoj dhe ta lëm në një nivel tjetër Gjelinën. Për ta lënë aty, duhet një kryetar komune i cili ka nisë një projekt vizionar dhe i cili ka pas sukses me atë ëndër të madhe që Gjelina e ka pas ndonjëherë. Kështu që ne jemi duke ecur në atë drejtim, jemi të shkuar me sukses në atë rrugë dhe po shifen rezultatet se vërtet do t'ja arrijm qëllimit dhe do ta bëjmë atë ëndër realitet. Sepse unë kam punuar gjatë kohë për të fituar besimin e tyre. Ndërsa gjëja më e rëndë është të fitosh besimin e qytetarëve. Ajo nuk fitohet me fjalë. Ajo fitohet vetëm dhe vetëm me punë. Dhe ne, për të arritur në këtë nivel, të fitojmë besimin e qytetarëve, kemi punuar pa ndalur. Dhe për atë arsye, qytetari sot e ka më lehtë për të përzgjedhur se cilin do ta votojë dhe me atë përzgjedhje qytetari do të përzgjedh zhvillimin e vendbanimit ku jeton, një familje më të ngritur, një familje më të zhvilluar, një mirëqenie të përgjithshme që na duhet gjithëve, do të thonë më të zhvilluar dhe me këtë edhe një komunë më të zhvilluar. Normalisht se një ndër ato arsyet më të mëdha do të ishte Gjelina ta shpallë qytet. Përfundojmë edhe Pallatin e Kulturës bashkë me Qerdhen dhe të jep një performancë, një pamje tjetër parkut tek Lumi Vardar, që Gjelina do të bëhet me kinema, siç e kam thënë. Gjelina më do të bëhet edhe me Qerdhe më të madhe në rajon dhe me këtë duhet bëj një kej shumë të bukur që nuk e kanë këta vendet këtu dhe projektin e kemi gati dhe mandatin e ardhshëm çdo ditë, çdo javë do punojmë në bazë dinamikës që ne kemi përcaktuar prej tani. Do të di sakt çfarë do punoj muajin e parë, çfarë do punoj vitin e parë, çfarë do punoj vitin e dytë. Kështu që për çdo gjë duhet të më jepet mundësia, koha që të realizoj projektet e ardhshme. Pastaj kemi destinacionin turistik që ne kemi promovuar disa herë dhe disa normalisht skeptik do mundojnë për e ke përmendur edhe më herët, po e vërtet, por gjërat e mëdha nuk bëhen me njëherë dhe kërkojnë kohë, kërkojnë planifikim më detajor dhe ajo që do të jap vërtet i zhvillim të madh përveç kësaj, unë me projektin e turizmit dua që Gjelinën ta bëj një destinacion turistik për gjithë rajonin, jo vetëm në Gjelinë, por edhe më gjerë. Me këtë edhe Gjelina e re, që e përmenda edhe në një televizion tjetër, do t'jetë një nga projektet tona, do më tonë Gjelina e re është një pjesë ku do të ndërtohet së shpejti një qytet i ri atje. Unë jam duke urbanizuar vendin që t'ju jap njerëzve sa më parë për lejet e ndërtimit dhe me këtë do t'jap një potencial, një impakt ekonomik edhe zhvillimor gjithë kësaj komune. Me këtë ne jemi duke ecur shumë mirë. Gjelina po merr atë drejtim që i është dashur ndoshta shumë kohë më parë, ndoshta nga themelimi, dhe me këtë mendoj se bashkë me qytetarët tanë do ta përgëzojmë një ditë gjitha, po do t'i korrim gjitha këto suksese. Puna e parë që veç më i kam fituar projektet dhe që do nisë realizimin janë 3 projektet e ujësjellësit në Pallatic, 3 Boq dhe Uzurmisht. Dhe kjo do jetë në 100 e parë të mandatit të ardhshëm, që vërtet është një kërkesë e kahmoqshme këtyre fshatrave, nuk janë fshatra të vogla, por kjo nuk do jetë vetëm. Ne kemi Stremnicë Saraqin, rrugën që do ta bëjmë dhe Stremnicë Gjelinë. Domethënë, edhe me këta 2 rrugë ne do të nisim menjëherë, kështu që na presin shumë punë vërtet. Kam
me 10 projekte tjera, të rëndësishme për qytetarët e mi. Kjo ishte intervista me kryetarin aktual po ashtu e kandidati komunës së Zhelinës nga koalicioni i Vlen. Për këto dhe intervistat të tjera në ndihni në rrjetet sociale INA Online.